përshtypjen se tipi nuk do të ketë mundësi ta ngrej kokën pas atyre që do t'i kthejmë. Nuk është juaj. Kompania ka nevojë për një njerëz të ndershëm që shtiret si maskara, jo për një maskara që shtiret si njerëz i ndershëm. Por unë besoj që kompanitë serioze, kompanitë e mëdha, duhet të prekupohen më shumë për anën njerëzore të punonjësve të tyre. Dhe ky është mendimi im. Drejtimi i kompanisë nuk mund i besohet dikujt që përçmon dhe nuk vlerëson të tjerët. Kur hyj në zyrë unë jam si kloni. Vendos maskën ose të njeriut fisnik, ose të arbutit. Nga sa kuptova, ai që do të na gjykoj ndodhet midis jush. E janë të zbuloni kandidatin e rrem.